Qoftë lut Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur vëllezër e motra. Jemi në emisionin e rrallës duke marrë në trajtim, në shqyrtim letrën e Papa Franceskut, i cili është shpall viti i shpresës, dhe në këtë letër të titulluar Shpresa nuk shgënjen ose nuk turpëron, e Papa përpiqet të japin disa tematika qendrore që kanë të bëjnë me nxitjen e shpresës, dhe jemi në kontekstin e shenjave të kohës, ku flet Papa për këto shenja kohe që mund të shndrohen në shenja shpresët. Jemi në numrin 13 dhe po e lexojmë, sepse aty Papa flet për emigrantët dhe për mikpritjen që duhet kemi ndaj tyre. E nga këtu pastaj po kalojmë disa trajtesa të thjeshta për ta thelluar më shumë si temë. Jo për ta shtëruar, sepse është një temë shumë e gjerë, sikurse menjëherë mund të mendohet, mund të kuptohet, por të ndalemi në disa pika që besoj mund të na ndihmojnë në meditimin tonë, në ecjen tonë fe. Në numrin 13 Papa shkruan: nuk mund të mungojnë shenjat e shpresës për emigrantët, që e lënë tokën e tyre në kërkim të një jete më të mirë për veten dhe familjet e tyre. Pritjet e tyre të mos zhvlerësohen nga paragjykimit dhe mbylljet. Mirëpritja, e cila hap krahët për secilin sipas dinjitetit të vet, të shoqërohet me përgjegjësi, që askujt të mos i mohohet e drejta për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Të mërguarve të shumt, të shpërngulurve dhe refugjatëve, të cilët për shkak të tensioneve ndërkombëtare detyrohen të ikin për të shmangur luftrat, dhunën dhe diskriminimin, tu garantohet siguria dhe qasja në punë dhe në arsim. Mjetet nevojshme këto për përfshirjen e tyre në kontekstin e ri shoqëror. Kjo është panorama botërore që paraqet Papa dhe pastaj kalon në një ftesë të drejtë për drejtë të drejtuar bashkësisë krishtere. Thot Papa, bashkësia krishtere qoftë gjithmonë e gatshme për të mbrojtur të drejtat e më të dobëtve, t'u hap atyre me bujari dyert e mirë së ardhjes, që askujt të mos i mungojë askurr shpresa për një jetë më të mirë. Jehovë ndër zemra fjala e Zotërisë, i cili në shëmbulltyrën e madhe të gjykimit të fundit ka thënë: isha shtektar e më përbujtët, sepse çka do bëhet për njërin ndër këta vëllezër të mi më të vegjël, e bëhet për mua. Pra, tema e emigrantëve është në qendër. Ne si shqiptarë dim shumë mirë sa delikate është si trajtesë, sa prekse, sa mënyrë drejt për drejt na vjen përpara. Për arsye se prek shumë familje shqiptare, të cilat janë të detyruar të përballojnë emigracionin, qoftë duke u shpërngul vetë familja, nga një krejt familje, ose disa antar të familjes, e ato që nuk shpërngulen mbesin në Shqipëri, sa e vujnë mungesën e familjarëve të tyre. Pra, është një temë që na prek emocionalisht nga afër. Dhe na vjen mirë kur dëgjojmë se edhe autoriteti më i lartë gishtar, siç është Papa, flet sikur është shumë familjar me këtë temë, sepse zbret në jetën e përditshme të popullatës. Popullatës jo vetëm të krishterë, popullatës së botës, sepse është një temë që prek shumë popull dhe shumë mirë e di me luftrat e ndryshme sa popull janë të detyruar të shpërngulen, e të shpërngulen lundshëm nganjëherë, duke shku drejt popujve që nuk i njohin, popujve shumë të ndryshëm. E këtu përballen me rrezikun e paragjykimeve, sikur sa thot Papa, pra, edhe të mbylljeve. Shpesh herë shumë njerëz paragjykohen vetëm nga ngjyra, vetëm nga prejardhja, nga feja. E këtu paragjykimi është edhe më i artikuluar, sepse mbrohet ndërthojnë edhe teologjikisht. E kjo është shumë e rrezikshme, sepse Zoti nuk ka paragjykime ndaj askujt, por jemi ne atëherë që shpejtojmë të gjejmë edhe motive teologjike për të skualifikuar dikant, për të shmangë dikant. Luftrat, keqtrajtimet, varfëria e madhe, diskriminimi e bajnë të jetë emigracionin në qendër të vëmendjes të Papës në këtë rast, por edhe të mediave, sikurse shpesh herë e shohim. Sa nevojë kanë këto njerëz, thot Papa, që të integrohen atje ku shkojnë, të mirëpriten në radhë parë, të integrohen
të gjehet një punë për to, të arsimohen, sidomos brezat e rinj, t'u jepet shansi për të rifilluar jetën pra, sepse kanë të drejtë që të kërkojnë e të kenë kushte më të mira. Askush nuk ka të drejtë ma shumë se dikush tjetër që të ketë kushte më të mira. Askush nuk ka një drejtë me lindje ma shumë. Kuptimin që Europian ketë drejta ma shumë se sa dikush që nuk është Europian. Kjo është në kokën tonë, por nuk është në mendjen e Zotit kështu. Dhe papa këtu ngul kam, të kemi kujdes sot, sepse gjithë kanë drejtë të kenë kushte më të mira. Nga njëherë themi të japësh tjetrit atë që i takon. Kush e vendos që i takon? E vendosin pasanikët, e vendosin qeveritarët, e vendosin bosat, miliarderët sheikt, ato që derdhen flenë nërpare, nështë të disa, është një formë për ta përkuvizu një formë të tillë edhe pasurinë e tyre. E tjetrit të japin që i takon, dhe me thanë thjesht për mbijetesë, jo. Pra, të vlerësohet tjetri në dignitetin e tij më të thellë. E papa ngul kam tek puna e tek arsimi, pra që janë dy kushte elementare, fillestare, por edhe tek drejta për të pas një shtëpi e për të menuar një të ardhme të mirëqendshme, pra për vete, për familjar. Bashkësia e krishterë këtu në personin e papës, por kudo që gjendet, e ka për detyrë ta dënojë të keqen, sikur se papa e dënon pra keq trajtime të ndryshme që bëhen për shkak të luftrave. Dhe bashkësia e krishterë merr forcën e saj, sikur se e citon edhe papa, nga fjala e Krishtit, i cili ka thënë kur të bëhet gjykimi i mram, ai vetë do të vijë, do të majnë krahun e matë dobtëve, e ndër tjera ka me thënë edhe këto fjalë, isha shtegtar e më përbujtët, pra më pritet në shtëpitë e tyre. Vetë Jezusi ka dashur ta identifikojnë, ta njëjtësojnë veten edhe me shtegtarët, jo vetëm me të varfrit në kuptimin me ato që kanë pak të ardhur në përjetesë, jo vetëm me të smurt, me të burgosin, sikur se kemi fol, por edhe me shtegtarët, me ata që ende në rrugëve të botës, sepse është një situatë vërtet e trisht t'i shohësh tek enden. Ne e dim shumë mirë se sa e trisht ka qenë edhe vazhdon të jetë edhe për ne shqiptarët. E këtu urgjenca për të ushtruar mikpritjen. Papa mikpritjen të krishterëve ja argumenton shumë thjesht teologjikisht me fjalët e Krishtit që thamë pra isha shtegtar e më përbujtët, pra presim Krishtin. Por është një vlerë mikpritja që duhet ta kenë i gjithë njerëzimi, dhe e ka i gjithë njerëzimi, sikurse po e shohim pak më poshtë. Mikpritja gjithmonë besoj ka tërheq bekimin e Zotit. E prandaj ndoshta ndër popuj, edhe tek ato popuj që nuk e njohin as pak monoteizmin, si të thosh, nuk e njohin as pak krishterimin, kanë besime krejt larg besimit ton, vlera e mikpritjes është aty. Është e pranishme, është e fortë, sepse Shpirti i Shenjtë ka vepruar pavarësisht se a janë të pagzuar, a janë të ngjillzuar apo jo. Në për mikpritjen ai bëhet i pranishëm. Mirë, por ne po e marrim vetëm në aspektin biblik, të një trajtesë modeste, thjesht të mikpritjes. E do ta shohim pastaj edhe në aspektin antropologjik, mund të themi kështu pra njerëzor, se sa pasuri ka brenda vetë mikpritja, por po e marrim në aspektin biblik, do të lodhemi pak me disa citime biblike, pikërisht për të pa sa e pranishme është tema e mikpritjes në Shkrimin e Shenjtë, shumë e pranishme. E para, po citojmë disa rreshta ku autorët tregojnë sa e lodhshme është të jesh shtegtar, të jesh endacak. Është e libri Fjalëve të Urta, një rresht ku thot, te kapitulli 27, rreshti 8, thot, por si zogu që e ka humbur qerdhen e vet, i tillë është njeriu që endet larg vendit të vet. Si zogu që ka humbur qerdhen, ashtu është ai që endet larg, është e tmerrshme. Po të hysh në zemrën e tij, ai ka humbur orientimin, nuk din ku strehohet. Tek libri i Siracidit, kapitulli 29:31, është ky rresht. Jetë e keqe të endesh nga një shtëpi në tjetrën, e ku do të ndalesh. Zguxon të hapësh gojë, as të kesh besim. Ne kemi atë shprehjen si macja në sofër.
për me tregu se si gjendesh ku je dikon që nuk je i lirë për të folë. Ashtu është e ndacaku, emigranti, kur shkon në shtëpinë e dikujt tjetër. Zguxon të hapësh gojë, as të kesh besim, sepse s'mundi besosh se nuk dihet se si ta marrin e nuk dihet se ç'a mund të bëjnë me ty. Por Izraeli ka mësu që të dalin në përfundime konkrete se si duhen trajtu emigrantët me shumë respekt. Megjithatë, këto përfundime konkrete nuk vijnë vetëm nga situata e rënë e emigrantit, e ndaçakut. Vijnë nga vetë përvoja vetë si popull, sepse ai vetë ka qenë ndaçak. Dhe Zoti është marrë me të me shumë durim, me shumë dashamirësi, duke e trajtuar me shumë dinjitet e duke pretendu Zotit dinjitetin e këtij popullit në përkamën, duke pretendu, pra duke e mbrojt para pushtetarëve të kohës. Te libri i Levitikut, kapitulli 19, rreshtat 33-34, janë këto fjalë që Zoti i thoshte popullit të Izraelit. Nëse jeton me ty i huaj në tokën tuaj, mos e shtypni, por le të jetë ndër ju si vendas dhe duaje si vetveten, le të jetë si vendas. Ne kishim me thonë, sot jepi pasaportën atij që është i huaj në vendin tanë. Trajtoje si vendas, pra shumë e fuqishme, dhe duaje si vetveten. Edhe ju keni qenë të huaj në dheun e Egjiptit. Zoti i thotë Izraelit, pse i trajtoje, me sa duket kishte filluar të nollin kjo gjë, ne jemi popull i zgjedhur, edhe është problem. Në Bibël e shohim, por edhe sot e kësaj dite mund të themi se e kanë pak si kompleks superioritetit ndaj popujve të tjerë, disa rryma hebraike, ku me që kanë qenë populli i zgjedhur i Zotit, edhe janë, Zoti nuk e tërheq zgjedhjen e vet, atëherë kujtojnë se janë e prorë ndaj të tjerëve. Disa kujtojnë. Me sa duket qysh në librin e Levitikut pasqyrohet kjo frymë, pra se ka filluar të ekzistojë një ndjenjë superioriteti. Ne jemi populli i zgjedhur i Zotit, të tjerë të shkretit, ç'a më bë? Jo, thotë, trajtoje si vendas, sepse dhe ti ke qenë i huaj në dheun e Egjiptit, dhe kush ta dha lirin, unë ta lash prej dashamirësisë time. Prandaj duhet të jesh dashamirë edhe ti. Por të qenit kalimtar në shtigjet e kësaj bote, besimtarit vërtet, i kujton edhe se është kalimtar vetë në këtë jetë. Dhëtë Psalmi 39, rreshtat 13-14. Dëgjoj o Zot lutjen time, vështrok lidhmat e mia, mos u bëj i shurdhët ndaj lotëve të mi. Para teje unë jam i huaj. E ndacak, por si e trit e mi, sepse në fakt gjithmonë kishte qenë një popull ndacaksh. Më lër një herë të lirë të marr frymë, para se të shkojë të mos jem ma. Është në një kontekst ankthit, me sa duket autori i këtij psalmit, dhe i thot Zotit, o Zot, ma jep pak qetësi në shtigjet e kësaj bote, sepse jam kalimtar. Pra, jam kalimtar edhe më ngushëlla, edhe kam të drejtë të ngushëllahem edhe në këtë jetë. Por është bukur kjo, të dim se jemi kalimtar. Jemi ndacak në shtigjet e kësaj bote, jemi shtektar, në fakt viti i shpresës shtektar të shpresës, pra jemi shtektar drejt lumturisë së amshuar të parajsës, por në shpresë se kemi Zotin afër. Thamë, Zoti e trajtoi me shumë dashuri popullin e tij kur kishte qenë sklav në Egjipt, sidomos, e mbrojti nga armiqt, edhe kërkon që çdo ardhacak të trajtohet me dashni. Tek libri i Levitikut është edhe ky rresht në kapitullin 10. Keni kujdes për të ardhurin, sepse edhe ju keni qenë të ardhur në dheun e Egjiptit. E shikoni, e përsërit disa herë Zoti në këtë libër, sepse me sa duket kishte filluar të nollin e kundërta në popull. Ja vlen të shohim diçka shumë bukur, vërtet bukur. Për hebraizmin, në fakt, edhe pse kishte disa momente lkundjet, vetë shkrimi i shenjtë na e dokumenton shumë bukur se mikpritja ishte bë një vlerë për arsye se ishte pasi vend ku tërhiqej, thithej, si thosh, bekimi i Zotit, funksionote. Po sjellem vetëm dy shembuj. Nga libri i parë i mbretërve, tek kapitulli 17, rreshtat 8 deri 24, dim atë episodin e famshëm ku profeti Eli pritet nga një vejush e cila
nuk kishte vetëm pak millsa për të bërë një kulaç, thot teksti, dhe pak vaj për të shoqëruar pak gatimin e këtij kulaçit, edhe ajo e i biri nuk kishin asgjë tjetër për të ngrënë. Profeti thot, shko, gatuje për mosët, e ke për të pasë, nuk ka për të marrë kurrë. Edhe kalon koha, kalojnë muajt me sa duket, edhe vërtet milli nuk mbaronte. Sa herë që komentoj këtë pjesë të Shkrimit të Shenjtë kur bjen të dielave, tham të gjitha zojat e shtëpive kishin dashur me pas një thes të tillë magjik, sepse të marrësh edhe sa shkosh ditën tjetër të shohësh se është mosh edhe një herë. E kështu ishte me këtë vejush, me sa duket. Mund të bëjmë batuta që dojmë, por ne e shohim provaninë e Zotit, e shohim, edhe këtu profeti ja garanton, të garantoj thot se Zoti ka për ta beku mikpritjen që po tregon ndaj meje. E në fakt ndodh që mas disa kohësh i vdes djali i kësaj vejushet, e kjo kujton se prania profetit ka tërheq shikimin e Zotit mi këtë vejush, do të kenë pa ndonjë mëkat edhe ma vrau djalin. Fillojnë probleme fejet, pra kjo shkon tek profeti edhe janë kohët. Profeti i përmalluar Elia e merr djalin, lutet mbi të edhe ngjall. Pra, nuk është e vërtetë se mikpritja ka tërheq shikimin e Zotit, atë janë idetë pagane që ne i hedhim mi Zotin, pra e Zoti pastaj na dënon e tjerë. Jo, Zoti vetëm bekon mikpritjen. Krejt e ngjashme është edhe një histori tjetër e treguar në lidhje me profetin Elizein në librin e 2 të mbretërve, ku një çift tjetër mirëpret në shtëpinë e vet profetin Elizej që shihnin se kalonte aty rrugës para shtëpisë tyre. Dhe i ndërtojnë bile edhe një llom, edhe i thonë mund të pushosh kur do që të dush me kalu këtu pari, sepse kalonte nga një herë në zheg, kalonte nga një herë edhe mramjet, edhe i thonë mund të pushosh. E në fakt një herë profeti Elizej, një figurë vërtet shumë e rëndësishme që edhe kjo do të trashëgonte dhuntinë e mrekullive si Elia, i premton se do të keni një djalë. E në fakt pas një vitit ato që nuk kishin fëmijë kanë një djalë, e kështu mas disa vitesh kur tashma Elizeu ishte largu prej shtëpisë së tyre, sepse ishte zhvendosur diku tjetër, merr vesh se djali i kishte vdek, madje këto i çojnë fjalë që djali na ka vdek, dhe profeti Elizej shkon lutet dhe e ngjall edhe aty. Është një histori shumë e ngjashme thamë me atë të profetit Eli, por të dyja tregojnë se mikpritja nuk kalon pa shpërblim të Zotit. Mikpritja nuk kalon pa shpërblim të Zotit. Jemi te libri i 2 të mbretërve, kur tashmë ka filluar historia e popullit zgjedhur, por na duhet të shkojmë krejt në fillim, aty ku fillon historia e popullit të zgjedhur me Abrahamin, sepse aty është një episod që është më i famshëm në fakt në Shkrimin e Shenjtë në lidhje me mikpritjen. Është tek libri i Zanafilës, kapitulli 18 rreshtat 1 deri në 15, është një histori mjaft e gjatë, por po e përmbledhim pak me fjalët tona, ku Abrahami sheh se i kalojnë para tendës së tij 3 burra, edhe vrapon për t'i dalë para, dhe i thot bjen përmbys para tyre, e i thot ndaluni tek shtëpia ime nëse jam i denj, e ngul kam që të ndalen. E në fakt ashtu ndodh, e gjatë bisedës, është shumë interesante biseda, e plot me mister, i thonë Sara, gruaja jote pas një viti do të lind djalë, edhe pse ishin të dy në moshë mjaft të shtyme. E ashtu ndodh. Tradita hebraike, në këto 3 burra ka pa 3 engjëj. Edhe shohim këtë gjurmë të kësaj tradite tek letra e hebrejve në kapitulli 13 rreshti 2 kur thot mos e lini pas dore mikpritjen, sepse me anë të saj disa pa e ditur i priten miq engjëjt. Pra pa e dit kanë prit engjëjt. Mos e lini pas dore mikpritjen, u thot krishterëve. Vetë tradita e krishterë, pra që thamë të letra e hebrejve pasqyrohet, merr prej këtij trungut të shëndetshëm hebrejik dhe e zgjeron më shumë, do të shohin tek ky episod i mikpritjes së Abrahamit të këtyre 3 burrave, mikpritjen që i bën vetë Trinisë së Shenjtë. Nuk po him më gjatë për ta pasë si e kanë argumentuar, por një gjurmë, mund të themi, një gjurmë të Trinisë së Shenjtë që e gjejmë qysh në fillesat e popullit të Abrahamit. Kush ushtron mikpritjen, i bën vend Trinisë së Shenjtë. Edhe kjo është mësimi i shëndetshëm që kisha përpiqet të bëjnë të kalojnë nërbesimtar. Por të shohim vetë Jezusin. Jo më kot Jezusi ka zgjall që të shkonte si mik herë në një shtëpi, herë në një tjetër.
ka bën vetë pjesën e ndacakut, sidomos gjatë kohës së jetës së tij publike, pra pas pagëzimit në lumin Jordan nga Shëngjoni, Jezusi do të shkojë nga një shtëpi në tjetrën, me sa duket. Dhe në Ungjil është shumë e qartë, do të ishte fantastike sikur të bashim një emision vetëm mbi itineraret e shumta e të ndryshme të ndërlikume të përjetuar për Jezusit gjatë atyre 3 viteve sa mund të kenë qenë aty pari, pra 3 e pak ndoshta. Gjatë atyre 3 viteve të jetës publike që Jezusi ban ku ka fjet sa një shtëpi një tjetrën, si ndacak, si shtektar. Por fjala më saktë ka besu te vlera mikpritjes, ka besu se dikush do ta mikpresin. Ka besim Jezusi tek njeriu, ka besim tek ana e shnetshme që ka met tek njeriu, edhe pse mkatnor, por kemi edhe diçka të mirë, e ka besim tek kjo diçka e mirë, se është shumë çka, edhe pse duket e vogël, është shumë çka, jo thjesht diçka. Thash, Jezusi vetë sillet si një mik në shtëpitë e tjerëve, pranon të jetë miku i tjerëve, edhe në fakt nëpërmjet miqësisë, pastaj ai fillon kalojnë e ti ftojnë pastaj të shohin fytyrën e Atit Qiellor. Pra, vetë trinia bëhet edhe këtu pra e pranishme nëpërmjet gjestit të mikpritjes së tjerëve që Jezusi ka besim se ka vlerën e vet. E vetë në Ungjil e dim shumë mirë se Jezusi ishte mik i ngushtë me, sidomos me një familje që në Ungjil argumentohet, Lazari dhe 2 motrat e tij, Martën edhe Marin. Është e famshme tek Ungjilli i Luks vizita që Jezusi ban tek këto 2 motra. Me siguri e keni dëgjuar pjesën ungjillore ku njëra prej tyre motrave, Maria, ulet te këmbët e Jezusit dhe ja dëgjon fjalën. Marta shqetësohet me punë të shumta se i ka ardhur një mik. Ato që komentojnë thonë ka mundësi që nuk ishte vetëm Jezusi, sepse në atë periudhë Jezusi shkonte kudo së bashkut me të paktën 12 apostujt e tij, por është një pjesë tjetër në Ungjil, thoshte edhe me disa gra që shoqëronin. Pra, ishte më shtëpie çka të smart me shumë punë. Dhe kur i thot si e lejon motrën që të mos ndihmojnë, Jezusi thot ka zgjell Maria pjesën më të mirë. Nuk po hym thash, por ne na intereson këtu vetëm miqësia mes tyre. Jezusi thot pjesa më e mirë e ka zgjell Maria sepse ka zgjell të jetë ndanse, këtë nuk do të heqin askush. Punët kanë dobinë e tyre, por nuk duhet të mulojnë rëndësinë e mikut, të humbasin vlerën e këtij momentit, solemnitetin e këtij momentit, ku ky mik që të ka ardhur është i veçantë. Është një shprehje që thot populli ynë, mikut i lëshohet vendi e i dëgjohet kuvendi. Prandaj Maria e ka vënë Jezusin si mik në shtëpinë vet dhe ulet ta dëgjojnë. E kjo është pjesa më e mirë. E dim edhe atë pjesën të Ungjillit të Gjonit ku Jezusi shkon në ngjall pastaj vllain e tyre Lazarin që vdes, dhe është shumë interesante aty se si Ungjilli nuk e fsheh emocionin e Jezusit kur i tregojnë ja ku është varri. Jezusit thot Ungjilli i ngufi vaji. Edhe në mos gabosha Papa Leoni Madh thoshte si njeri e mik Jezusi e quan Lazarin. Si Zot, pas pak do ta ngjallte. Pra edhe pse e dinte se do ta ngjallte, Jezusi preket nga vdekja një mikut vet. Edhe në fakt që ka shumë njerëzore të prekemi nga dhimbja e mikut. Jezusi kishte ndjenja miqësore pra me të. Jezusi vet nuk druhet të thot apostujve të Ungjillit të Gjonit prap në darkën e fundit, ju jeni miqtë e mi nëse bëni çka ju urdhëroj unë. Unë ju quajta miq, sepse ju zbulova gjithçka që dëgjova prej Atit tim. Shumë e bukur kjo, edhe meriton vëmendje, sepse thot ju quajta miq, thot Jezusi, edhe arsyeja sepse ju zbulova gjithçka që dëgjova prej Atit tim. Miqësia e Jezusit themelohet tek fakti se i ka tregu planin e Atit. Tutrinia e shenjtë, pra bëhet e pranishme, pra nëpërmjet ndjenjës miqësisë. Por ju kanë besu gjanat mëdha, ju kanë besu zbulimin e Trinisë së Shenjtë. Jemi miq të Zotit, por mund të jemi edhe miq tradhtar, sepse Jezusi u thot të fjalë apostujve, por e dim se njëri prej tyre ishte Juda që pastaj miqësinë e tradhtoi. Po te Ungjilli i Gjonit në kapitullin e 13, rreshti 21 që thot këto fjalë, pasi Jezusi u lan këmbët të apostujve, thot Ungjilli, Jezusi i trënditur në shpirt shpalli për një mend, po ju them, njëri prej jush do të më tradhtoj. Fakti që
Me njëherë Jezus i shpall tradhtarin, ajo fjala i tronditur në shpirt, me sa duket nuk ka të bajnë vetëm me mënimet që do t'i pësonte me njëherë pas, pra do të filloshin qyshat natë mënimet e pasaj do të kulminoshin kryq, pra me sa duket ka të bajnë jo vetëm me mënimet, por edhe me tradhtin e mikut vetë. Jezus i tronditet nga miqësia e tradhtume. Kemi kujdes kur e tradhtojmë Zotin, sepse edhe Zoti tronditet. Unë po e kthej pak në humor, por është për qa, duhet të qajmë, si Shën Pietri që pati kurajmë të qajnë pastaj miqësinë e mohuar, sepse e mohon për momentin Pietri, është i dobësi e momentit, e Judhi ishte e të mërshme, sepse është një tradhti e studiuar me kohë, me sa duket. Fillon të largohet në shpirt pak nga pak Juda, e Jezusin kjo gjë e trondit. Të krishterët që largohen nga Krishti e trondisin pak edhe zemrën e Zotit. Thotë Psalmi 55 këto fjalë: të më shante armiku, disi do të duroja, të ishte ngritur kundër meja ai që më urren, disi do të fshihesha para tij. Por që ti, o njeri, shoku im, miku im, i njohur im, me cilin bëra shoqëri të ngushtë, bashkë me të urma shkonim në shtëpinë e hyjit. Edhe një psalm tjetër, Psalmi 41, rreth 10 thotë: edhe miku im, në cilin pata shpresë, që hëngri bukën time, u çua kundër meje. Të gjitha këto fjalë të psalmistave duket sikur përmlidhen në rastin e tradhtisë së Judës ndaj Krishtit, pra një miqësi e tradhtuar. E kjo është vërtet shumë e dhimbshme. Kush e ka përjetuar të tradhtohet nga një mik, ose nga dikush që ka kujtuar se ka mik, e din shumë mirë sa përvojë e dhimbshme është. Megjithatë duhet kemi pak kujdes. Jezusi është vërtet se venëri ndryshimin e mikut të vet Judës, por Jezusi vet nuk ndryshon. E këtu mund të pyesim veten, a lejoj që unë të ndryshoj përballë një miqësie të tradhtuar, apo nuk lejoj? Jezusi nuk ja lejon vetë të ndryshojë. Detaji interesant shumë i qartë që dëshmon këtë gjë është kur Juda shkon në kopshtin e ullinjve dhe e puth Jezusin, Jezusi i thot: mik, kryje punën tënde. Pra ishte shenja e tradhtisë, ishte puthja, si u kishte dhënë tradhtarëve, pra këun të puth ai është. Jezusi kur e sheh se Juda po afrohet, thot: mik, kryje punën tënde. Mik i thot, pra nuk i thot armik, mik. Ka ndryshuar Juda, po s'ka ndryshuar Jezusi. Edhe kjo është ngushëllimi joni vetëm, po ta mendosh. Edhe këtu veç nuk mund të ri pa e theksuar diçka tjetër. Këtë thot Ungjilli Mateut, pra Jezusi i thot Judës: mik, kryje punën tënde. Por Luka, Ungjilli Lukës, komenton edhe këtë gjë. Kur Juda pasaj e puth, edhe Jezusi befasohet: o Judët, a me të puthur po e tradhton birin e njeriu? Edhe Zoti u befasoka prej fantazisë që mund të ketë dikush që tradhton. Fantazinë tradhtare që ka dikush. Pra edhe Zoti mund të befasohet prej kush ka mendja me një të puthur, që duhet të jetë gjesti i miqësisë. Me këtë thot po më tradhton. Mirë, por është ngushëlluesi të dim se Zoti nuk ndryshon, edhe pse fantazia jon kalon kanjëherë limitet. Ja kalon edhe fantazisë qoflargut të djallit, do të pas kujdes. Jo gjithçka frymëzon djallin, nganjëherë frymëzon edhe egoizmi ynë. E Juda në këtë rast këtë po bante, por i kthehemi asaj që thash, Jezusi vet nuk ndryshon në miqësinë e tij, ec përpara në veprën e shëlbimit. Në librin e zbulesës, tek kapitulli 3, në rreshtin e 20, pra jemi në fund të Biblës, Jezusi vet i thot shëngjonit, të cilit i nol kjo zbulesë, i thot të fjalë: ja, para derës qëndroj dhe trokas. Jezusi është si ai që vjen e troket në derën tonë. Kush e dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyjë tek ai dhe me të do të ha darkë dhe ai me mua. Pra Jezusi paraqitet si një njeri që troket në derë, si shtektar, si enda cak. Por si ai që troket, nuk e shkallmon derën, nuk e thuj në derën me hyj me zort, por troket me shumë delikatesë, sikur se ban miku në fakt, o troket o thret nga oborri. Por Jezusi paraqitet si mik. Në vetë ungjillin e tij Gjoni pastaj do të na sjellin këtë fjalë të Krishtit: nëse ndokush më do, thot Krishti, ai do të më mbaj fjalën, ati im do ta doj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Nuk përmend Shpirtin Shenjtë, por mund të themi se bashkimi mes Atit edhe Birit, që paraqitet pra si dy vetë që vinë së bashkut për të
banu tek besimtari ky bashkim që ndodh në shpirtin e shenjtë, pra është si thosh një formë jo drejt për të folë edhe për pranimin e shpirtit të shenjtë. Jemi pra tek koncepti i Trinisë së Shenjtë që vjen tek besimtari, si te rasti i Abrahamit që citu më sipër. Vet Jezusi thot, hati, shpirti i shenjtë do të vim e do të banojmë tek ai që më mirëpret. Janë disa zbulesa fantastike, janë shumë shenjtër, por shetja Teresa e Avils, që në meditimet e saj, që është një shenjtëresh e një nivelit vërtet të lartë, thoshte besimtari thot në një farë pikë thot arrin ta dallojë thot vërtet thot pranimin e Trinisë së Shenjtë brenda vetes. Edhe nuk duhet të zbresin detaje thot, madje mundet atë që feja na mëson thot, feja na mëson se jemi banesë të Trinisë së Shenjtë që është në pagzim. Besimtari mundet me dallu, ky është ati, ky është biri, ky është shpirti i shenjtë. Në thënë drejtën, unë nuk ja kam arritur në gjana. Me hirin e Zotit ndoshta ja kemi arrit disa momente, por këtu jemi në nivele që meritojnë një trajtim nga njerëz shumë kompetent, por janë dëshmi të bëme prej saj edhe është shejtresh e shpallën prej kishë. Pra janë përvoja që tregojnë sa e vërtet është kjo fjalë e Krishtit. Do të vijmë, do të banojmë, thot, Trinia e Shenjtë tek ai që më don. Madje te Ungjilli i Shën Luks, Jezusi thot se ai vetë do të sillet si shërbys ndaj besnikëve të tij. Jini gati, thot Jezusi, të veshur e të ngjeshur me dhampa të ndezura, por si ata që presin zotrinë vet kur kthehet prej dasmës për t'ia çel derën, por sa të vihet të trokas. Lum shërbëtor që kur të kthehet zotria i gjen zgjuar. Për një mend po ju them ai vet do të ngjeshet, ata do të ulën në tryezë, do të afrohet dhe ai vet do të shërbej. Kur shkojmë barrisi, me thonë që do i gjera ai besnik Zotit, po e them me fjalë kështu katunarçe, por nuk jam larg kësaj që thot Krishti në Ungjil. Krishti thot, unë kam ju shërby ju, thot, sepse keni qenë besnik të mi. Pra nuk druhet të paraqitet si shërbëtor në këtë rast, jo vetëm si mik, por si shërbëtor se më saktë si mik pric, që i jep vlerë mikut vet. Prandaj Papa, sikurse e dëgjuam në fillim, nuk druhet të citojnë atë rreshtin pra e Ungjillit Mateut ku Krishti vet thot isha shtektar e më përbujtët. Pra nëse ne ushtrojmë mikpritjen, mikpritja ka brenda shpërblimin më të madh që është prania e Zotit afër nesh. Megjithatë është edhe në Ungjillin e Mateut një pjesë ku Jezusi kur flet për shpërblimet, sepse këtu na shkon mendja fill, çfarë shpërblimi kam unë nga miku, edhe kështu kënaqemi me këto idena, nuk na duket pak shpërblimi i Trinisë së Shenjtë, pra ti je Zoti mes nesh. Atë me që na duket pak Jezusi ka folur edhe për shpërblime të tjera që na tërheqin më shumë vëmendjen. Mirë. Edhe pse e kuptoj shumë mirë se rreziku është që të ndalemi vetëm të këto shpërblime e të mos kuptojmë asgjë nga ajo që po përpiqem të trajtoj këtu. S'ka problem, problemi është mirë të përballohet, sepse vetë Jezusi me gjithë rrezikun që ekziston që ne të ndalemi tek këto detaje, ka fol për këto lloj shpërblimesh. Thot, kush e pranon profetin se është profet do të marrë shpërblimin që i takon profetit. E cituar te Elizeu, profet, te Elia, profet se si, fakti që kishin mirëprit një profet shpinën e tyre morën bekimet e Zotit, mikpritësit. E Jezusi thot, kush e pranon të drejtin se është i drejtë, do të marrë shpërblimin që i takon të drejtit. Jemi të tunum ta kuptojmë fjalën shpërblime vetëm në një nivel shpirtëror. Prandaj thash është mirë që të flasim, edhe pse mund të keq kuptohet, pra kalohet në teprina, por është mirë që të flasim edhe për shpërblimet që nuk janë vetëm shpirtërore. E Trinia e Shenjtë patjetër bëhet e pranishe, por prania e Trinisë së Shenjtë ka edhe disa lloj shpërblimesh që është mirë t'i vëmë re, të cilat pastaj na bajnë me kuptues se kemi Zotin afër. Thash, nuk janë shpërblime vetëm shpirtërore, dhe unë besoj se është një farë tunimit me menu për shpërblime vetëm shpirtërore. Edhe materiale. Argumenti që mund ta quajmë teologjik është ky. Engjëjt e Parizit janë shpirtra. Edhe aty nuk mjafton që të jenë mirë shpirtërisht me Zotin, edhe janë plotësinë e tyre mirë, të lumë. Ne jemi trup dhe shpirt, kemi edhe materien, prandaj shpërblimi që Zoti jep automatikisht nuk është vetëm shpirtëror, se nuk do të ishte i paplot. Ne shpërblimi na vjen edhe në formën materiale. Pra, mund të themi se këtu mund ta bazojmë këtë lloj binje tonë. Në fakt, Jezusi ka thënë në Ungjil, kush ja jep ndonjëri prej këtyre të vegjëlve, madje edhe një gotë ujë të freskët, pse është nxënësim, për të vërtetë po ju them, nuk do t'i humb shpërblimi. Të bëj mirë ndaj nxënësve të Krishtit, pra kur vërtet e mira që i bëhet kishë,
i bëhet sepse janë nxënësit e Krishtit dhe pas ka një shpërblim ekstra plus. Por thash, çdo lloj mikpritje tërheq bekimin e Zotit. Ekziston provania, e sjell Zoti disi. Ti pret një mik, shpenzon për një mik kur vërtet është benke, nuk po themi abuzues e miqësisë tone, por e sjell Zoti disi bekimin. Pastaj, vetë miku është pasuri. Vetë miku është pasuri, sepse të pasuron edhe me anën shpirtërore, me intelektuale, miqësia, pastaj në rastet të vështira sillet në bekim, sepse aty mbështet kokën. Prandaj, e bindur se mikpritja ka bekimin e Zotit mbrand, kisha, duke u bazuar në këtë fjalë të Krishtit që i cituam, prandaj edhe ndoshta ju lodha duke i citu, kisha prandaj beson se Krishti duhet të jetë mikpritës. E nuk është e kemi kuptuar brazion pas 2000 vjeç këtë gjë. Menjëherë krishterët e kanë kuptuar këtë gjë. Shën Pali vet u thot krishterëve të Romës në letrën e drejtuar Romakëve në kapitullin 12, rreshi 13 i thot ushtroni mikpritjen. Duket si një urdhën, por s'ka frikë ta thon. Ushtroni mikpritjen, i thot krishterëve. Ushtroni. Shën Pietri apostull te letra e parë e tij në kapitullin 4, rreshi 9 thot jeni mikpritës pa murmurime kundrejt shoqit. Jeni mikpritës pa murmurime. Jeni mikpritës, sa bukur. Shën Pietri ja imponon. Thush, nërthoj za imponon krishterëve që t'jenë mikpritës. Mund të qeshim pak, nuk është keq që të qeshim pak, me këtë fjalën murmurime, mund ka bën pak të vebuzën nga, sepse në fakt me kujton disa shprehje popullore që të kënaqin krejt sepse janë shumë bukura edhe e tregojnë menjëherë frymën që duhet kemi ndaj mikut, sepse mikpritja duhet jetë edhe pa murmurime. E ka raste kur vërtet mikpritja mund ta ushtrojmë me murmurime. E kam fjalën prap kur miku nuk abuzon me miqsinë tonë, por kur është mik i vërtet i shtëpisë. Dhe populli ynë për ta sulmu këtë rrezik për murmurime kanë rujt disa fjalë të lezetshme që e shpjegojnë filli din. Është një fjalë për shembull që thuhet në pleq. Hiqi këto petulla e çoj ata vetulla. Domethënë, nëse mikun e pres me petulla është maksimumi i mikpritjes, pra luks, petullat ishin luks, po themi dikur. Vetullat, thush kur je i mrolun me nerva, më ke prit pa qef. Hiqi petullat, pra hiqi luksin e tavolinë, s'ka për, po më prit me qef. Është ma bukur, më pëlqen ma shumë. Pra, më prit ma keq nga ana materiale, veç më prit me qef, me zemër të madhe. Hiqi këto vetulla, çoj ata vetulla. E thot edhe libri i fjalëve të urta, se pas ka qenë problem gjithmonë, edhe në popullin hebrej, pra, në kapitullin 15, rreshi 17 thot, ma mirë lang barishtesh me dashuri, se mishviqi të majmë me urrejtje. Ma mirë lang barishtesh me dashuri, se mishviqi të majmë me urrejtje. E unë dëfrem nërthoj se kur në predikim me qëllën të flasë edhe për këtë pjesë, sepse vetë tekstet nga njëherë liturgjike e kërkojnë për mikpritjen, dëfrem nga njëherë sepse shoh reagimin edhe të njerëzve në kish, se janë të vërteta, kur për shembull citoj disa thanje të vjetërve që i kam dëgjuar, që thojnë nga njëherë, kur në shtëpi ka ardhur një mik që nuk e kanë qef me e prit, jo abuzimi i mikut, po pritojnë me bë me hangër, gratë e shtëpisë fillojnë të rrahin fëmijët. Në mënyrë që të shpërthejnë vaje, mikut në jetë keqe mos vinë shpesh, ose shkapesin dyrt. Them dëfrem sepse nga një herë qeshin vërtet sepse është e vërtetë, sepse e shohin o kur ardhën akush në shtëpi aty, ose kur kanë shku mik dikun, e shohin se diçka ka që nuk shkon, çfarë është gjithë kjo zhurmë, gjithë kjo rrumuj se ka ardhur mik, sepse nuk dojnë që të shkosh, nuk presin me qef. Pra mikun prite pa murmurime, prandaj u nisa nga fjala e Shën Pietrit, prandaj thash ban edhe me vëmuzën nga spak. Shën Pietri në letrën e parë që citova, pra, thotë jeni mikpritës pa murmurime kundrejt shoqit. Një arsyetim shumë i logjikshëm na bën të mendojmë se me që mikpritja thith bekimin e Zotit, mos ushtrimi i mikpritjes e humb shpërblimin e Zotit. Zoti e lidh shpërblimin me mikpritjen. Nëse nuk e ushtrojmë, pra, e përsëris kur miku nuk abuzon me miqsinë tonë, nëse nuk e ushtrojmë mikpritjen, humb bekimin e Zotit, shpërblimin e Zotit. Zoti prap na bekon, por do të kishte beku ma shumë. E prandaj, pra, me që ka qenë, si thush, matematikore kjo gjë, pra kjo përvojë. E sigurt që mikpritja ka pas diçka që
ka thith bekime, në gjithë popujt vlera mikpritjes ka qenë shumë e çmume, shumë e kultivume. Edhe në gjithë popujt ka vërtet fjalë të urta që qarkullojnë edhe që e promovojnë mikpritjen. Edhe në popullin tonë, këtu kam marrë me vete kanunin e Lek Dukagjinit, e të përmbledhur prej atë Shtefan Xhexhovit, dhe ai flet në një farë piket për mikpritjen, për mikun. Dhe thot atë frazën e famshme, që gjithë besoj e njihni, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Tepër e bukur. Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Shumë e bukur, shumë e fortë. Domethënë Zoti, sepse jena në dorë të Zotit, por është edhe e mikut. Jo vetëm e imja, pra. Edhe sa bukur e shqiptarit, domethënë e cilëson, sepse është një vlerë e Shqipërisë, thot. Thashë e kanë edhe popujt tjerë, ne po flasim për veten këtë rast, prandaj e kanë gjithë popujt, por nuk është as shqiptare të mos mikpritesh, pra ashtu duke thënë kanuni. Dhe është një fjalë popullore që nuk është në kanun, por thot miku t'i lëshohet vendi e i dëgjohet kuvendi. Jo thjesht ta ftosh në shtëpi, por edhe tregosh me bisedën tënde se e vlerëson, interesohesh për jetën e tij. Kanuni thot këtë gjë, miku t'i lëshohet kryet e vendit. Edhe është një traditë, urojt mos gaboj, që miku më i largët, pra ai që ka ardhur nga më larg, duhet vetë në kryet vendit. Ai prind, sepse je më sikur të lanë dikun keq, kam frikë se të trajtojnë më keq se nuk njohim, nuk njohim po në kryet vendit. Edhe më shumë. Vetë kanuni thot edhe këtë fjalë shumë bukur. Mikut do t'i bëhet ner, buk, kryp e zemër. Pra zemër do të thonë qef, dëshirë, sikur tha më parë, pra jo me nerva e pa dashni, por buk kryp, pra i varfën si qeti, qatë hashti edhe mikut, por pritë me qef. Interesant, buka nuk duhet mungojnë, thot kanuni, kur nuk duhet mungojnë. Edhe unë kam pas dëgjuar shumë të vjetër që thoshin për përvoja të fëministën, kur baba thoshin na ka çu me fjet pa hangër, e kishin pak buk aty, sepse ndoshta na vjen një mik. Edhe nuk na nepte me hangër, se s'kishim buk tjetër, por bëmë në ardh miku, kur ritëm. Edhe kanuni e thot, kur do të me mungu, pak buk e kryp, thot, të paktën buk e kryp, për bëmë të ardh një mik. Nuk po zjatëm, sepse edhe mund gaboj, por një traditë që ndoshta tani ka filluar të ndryshojnë pak më shumë në fshatra, duke qenë vetë nga fshati, unë e dëshmoj këtë gjë, por tradita për të ngrënë sa më vonë, jo vetëm pas pranimit diellit, por edhe kur bëhet natë. Besoj se vjen nga kjo, edhe me atë sa kam dëgju, nga kjo përkujdesje ndaj mikut, se ndoshta është nis dikush të vinë mik në shtëpi tonë, edhe nëse na gjen të hangërën buk, pra është korritje. Ne do të presim edhe të bjerë nata, sepse atëherë kuptojmë se s'vjen dikush për darkë. Pra respekti ndaj mikut që mund të vinë, të mbahet njëra lloj me shtëpisë mirë, unë më mend edhe si fëmijë, mama edhe na jepte ndonjë kur hinshim me bashim në një rrumuj, sepse vjen dikush, respekti për mikun. Mund të egzagerohet, por respekti për mikun. Nuk besoj se është e saktë me thënë sot është zbeh kjo gjë. Nuk besoj se është e saktë. Sot ka ndryshuar pak ritmi, nuk të vjen kush mik pa të marrë telefon. Edhe është ritmi i jetë, sot kanë makinën, kanë mundësinë me të marrë telefon, thash më parë, por kanë makinën, kanë mjete tjera, edhe vinë organizohen sepse mund të kesh punën e gjitha. Pra e dinë se nuk mund të lash punën, se tjetër të hes nga puna, dikur kishin punë vetëm në orët e veta dhe organizonin si dinin vetë. Pra kanë ndryshuar, por nuk besoj se është zhduk si vlerë, sepse e shohin gjithmonë bekimin që Zoti e ka ndryruar brenda mikpritjes, edhe prandaj mikpritja gjithmonë e zbulon si tu shtërheqje brenda vetes. Është një thënie e popullit që nuk mund të ripa citu, shumë e bukur. Nuk duhet të kaloj si tepër kështu serioz, por është shumë e bukur, e meriton respektin. Thot, burri nuk është askund më i dobët se në shtëpitë vet. Një njeri që është vërtet i ndershëm, thot, edhe trim, nuk është askund më i dobët, pra më i brisht se sa në shtëpitë vet, sepse në shtëpi mund të vinë dikush që do ta thotë një fjalë të rëndë, edhe të fyn, por ç'a më bëj jam shtëpitë ime, nuk mund, duhet ta pres mirë. E në fakt kanuni thot një këtë fjalë shumë të bukur. Po të hini miku në shtëpi, gjak me të pas, pra jenë gjak me ta, do t'i thush mirë se erdhe, edhe e merr mbrojtje.
Edhe nëse të kërkon me shoqëru, do ta shoqërosh deri ku të kërkon ai. Dikur për shembull ishin rrugica, sa në rrugët e lagjes o maleve, e ke për detyrë. Pra, edhe gjaku simtar në shtëpi do t'i thosh mirë se erdhe. E pret, bën kuvent. Gjaku metet prap pas. Pra, kjo është ideja e kanunit, nuk po themi se është ide krishtere, por një vlerë, po thojmë që e gjejmë dikun. Dhe në popullin shqiptar po thosha. Dhe duhet ta prej në shtëpi tënde, nuk je askund më i dobët se në shtëpi tënde. Pra nuk mund të bash si trim. Ndoshta kam makalla jashtë shtëpisë, por në shtëpi teme unë do t'i pres gjithë njësoj. Patjetër që këtu duhet virtyti i maturisë, sepse mundet me të ardhi kush që do me të bëdam. Kanuni është interesante, vetë as Stephen Gjëqove e thot, është një zakon që miku sa të hynë mërand, dikur pas ka qenë, se thot, kanë shu, me i marë armen, kanë qarkullu me arme, sa duke ndorë, me i marë armen, ishte edhe si shenjë, thot, për mi thanë mikut që tash jenë mbrojtjen teme, në besën teme, por edhe si shenjë maturijet, se është tash nisë me të bëdam, edhe e qarmatos, thot, që është fillim, e në kjo se nuk ta jep armen, që është detyru me talan, është shenjë që dhe me të modam, pra virtyti maturisë ka ekzistuar gjithmonë, e duhet të ekzistojnë edhe sot. Por janë vlerat që të bajnë me menu, thash, në shtëpi duhet i presësh gjithë njësoj. Dhe të bindesh se mikpritja është e bukur, mikpritja është pasuni. Mikpritja e hap zemrën, pasunon horizontet e jetës. Është e vërtet, një mik i ri ta shton një horizont. Ndoshta jo kush e di, por e shton diçka. Disa pastaj dalin edhe shumë çmueshëm, sepse shtojnë një horizont të pa imagjinuar përpara, pra tregojnë përvojat e jetës të pasurojnë. E ti mund t'i zash vetëm duke harxhu kohë me ta, e duke mikpritur në shtëpi tënde. Nuk dhahen kështu, kollaj. Është ajo fjala urt, miq të mirë për kohë të vështirë. Miq të mirë pastaj të kthehen në bekim. Unë besoj se vlera e miqësisë duhet ta shoqërojnë gjitha nivelet e jetës tonë. Një farë miqësie duhet të ekzistojnë gjithkohë. Është e vërtetë se është rreziku, duhet ta themi që disa që janë pasanik kanë miq më shumë. Disa që janë varfën kanë miq më pak. Ata që janë pasanike kanë miq më shumë, duhet pyesin vetin, pse kam kaq shumë? Po kur të jemi varfën, ato do të kem kaq shumë miq. Pra, është një studim, me sa duket që e kam lexuar dikon. Pra, është interesante, është një fenomen që shihet, thoshte. Ato që janë pasën do të thonë, ai kam miq apo servila, oportunista, që sa të mërshasin kama, kanë me mvon për fundit. Pra, nuk është garanci fakti që ke miq shumë. Është e vërtetë ajo fjala popullore që thotë miku i mirë me miq shumë. Është e vërtetë. Por është e vërtetë edhe fjala tjetër, më mirë pak e sak, pra miq pak e të vërtetë. Janë disa shprehje popullore. Por thash, mirë, këtu duhet maturia secilin. Megjithatë, një farë miqësie është mirë të kultivohet në çdo kontekst shoqëror. Edhe në martesë, unë vetë sa herë që baj takimet për përgatitjen e marrjes së sakramentit martesë nga çiftet, flas për këtë pjesë. Nuk zgjatem shumë sepse nuk është edhe hapësira dhe nuk kanë nevojë të japësh mend këto gjëra më shumë ndalem tek aspektet teologjike, por është bukur që të kultivohet edhe një farë miqësie edhe në martesë. Nuk mjafton vetëm lidhja që kanë si burr-gru, nuk mjafton edhe interesi për bashkë që janë fëmija, por duhet të ekzistojnë edhe një farë miqësie. Patjetër në formën e duhur, por edhe është e bukur, e shohim se ekziston edhe një farë miqësie, një lidhje mund ta quajmë shpirtërore. Thot një fjalë e popullit, pastaj pra duke i zgjanuar horizontet, mik të ri i zër, të vjetrin mos e lër. Miku i mirë me miq shumë, e thash edhe sipër. Kur je i mirë vetë, atëherë mund shtosh miq. Është e vërtetë se duhet edhe maturia, por kur je mik i mirë, atëherë shtohen miqtë e mirë. Thot tjetra fjalë, zgjidhe mikun më të mirë se veten, se të bën më të mirë edhe ty. Mu më nëron kur është një mik më i mirë se unë. Është pasuni për mu. Ku më e marr? Të rrethon për njerëzve të tjerë se bëhem edhe unë më i mirë. Prandaj thot ajo fjala tjetër, më trego me karrin se të tregoj se kush je. Është bukur të rrethon paktën me 2-3 miq të mirë. Ndoshta jo shumë, por 2-3 paktën. Ku më e marr me kanë më shumë. Duhet virtyti i maturisë me zgjallëmish të libri Siracidit, kapitulli 6, rreshti 15, kapitulli 6, rreshti 5 deri në 17, është shumë gjatë, nuk arrim t'i lexojmë të gjitha. Janë disa fjalë që tregojnë nivelet e ndryshme që duhet të kesh në përzgjedhjen e mikut, sepse mundet me kanë që nuk është edhe as mik sa duket. Dhe
del në këto përfundime pastaj, por kur ta gjensh thot mikun, thot miku besnik mbrojtje e fortë. Miku besnik mbrojtje e fortë. Kush e gjen visar. Miku besnik s'mund të çmohet, as nuk mund të peshohet vlera e tij thot. Miku besnik është barë shërues jetët. Do ta gjejnë ata që e kanë frikë Zotin. Pra, fut edhe fen që të ndihmon pastaj me gjetë miqt e vërtet. Por miku besnik mbrojtje e fortë është visar. Fjala visar më kujton atë pjesën biblike ku Jezusi vetë e krahason veten me visarin e me perlen e gjetun. Pra, Jezusi është visari i vërtet, po ta mendosh, është miku i vërtet. Ai s'ka frikë të tregohet si mik, thash, por beson tek mikpritja jonë dhe kur ne lidhim edhe miqësi me Zotin, është bukur ta mendojmë edhe këtë pjesë. Jemi miqtë e tij. Edhe nëse ne ndryshojmë si Juda, nganjëherë Zoti nuk ndryshon kurrë. Kemi shpresë. Juda nuk besoi deri në fund, edhe bani vetvrasjen. Por sikur të kishte besuar aty, do të kishte zbuluar se me gjithë tratin Jezusi s'ka ndryshuar. Është mirë ta dimë se kemi një mik që nuk ndryshon kurrë. Është Jezusi, miku besnik, siç thot Siracidi. Është mbrojtje e fortë, kush e gjen visar. Vetë Siracidi jep edhe këshill shumë bukur. Ma poshtë. Mos e ndro mikun përpara thot, as vllahën e dashur me ar ofiri. E tjetra këshill, mos e harro mikun e zemrës sate dhe mos e qet në harres kur të bahesh i pasën, sepse parja mundet me të bën, me mendon se s'ke nevojë për miq, por për miq ke nevojë gjithmonë. E unë besoj, sidomos në rastet e pikëllimeve në jetë, nëse çon Zoti ke të paktën një mik afër, ti nuk bën filozofi, por të rrin afër, ta kupton dhimbjen, por nuk flet shumë për dhimbjen tënde, tjep, është bekimi më i madh, sepse vetë përvoja më ka bërë me pa nga afër raste ku përpiqesh edhe si prif me dhënë në këshill kështu, por nuk ec, sepse duhet të qasesh vetëm nga miqësia. E kur Zoti çon ndonjë mik të familjes, kështu që është i fortë, është bekim për atë familje, që punë që as priftis mund të bëjnë nganjëherë. Sepse thash, Zoti i ka lidhur bekimin brenda miqësisë, edhe është bekimi i Zotit një mik i zemrës. Te zemra na duhet dim se mikpritja është sidomos çështje e zemrës. Edhe në rrugë mallun mund të jem mik me dikan, mund të zam miqësi. Nëse dy vet po ecin rrugës, hyn edhe një i tretë dhe bashkohet kësaj bisede, unë me këtë mikun tim pastaj zim për çat flasim, sepse ka hyrë i treti, është problem. Do të thonë që as me këtë mikun tim nuk po fliçim gjëra të shnetshme. Është bukur ta zgjanojmë zemrën, të fusim në bisedën tonë edhe të tretin që hyni. Kjo tregon pra se i besojmë vlerës që ka miqësia që mund zjet. E thash ka abuzime. Miku mund ta teprojnë. Është një fjalë, një proverb italian shumë simpatik. Miku është si peshku. Ditën pas fillon të qelbet, i vjen era. Pra, edhe miku duhet të abuzojnë, duhet të jetë i matën, mos të rrinë të tarë për ditë, sepse ka abuzu pastaj me miqësinë tane, e me mikpritjen tane. Por kur është një mik i matën i mirë, është një vlerë e jashtëzakonshme. Thaq Zoti për mallat, dëshiroj ta përfundoj me këtë shembull interesant të jetës së Faustina Kowalska, shenjtja Faustina Kowalska, polake, e cila pau Jezusin në imazhin e famshëm që e shohim tek imazhi i mëshirës hyjnore. Kësaj Jezusi i shfaqej shpesh dhe një herë e kishin caktuar motrat e kuvendit saj në Poloni të priste shtektarët. Ishte një detyrë e saj. Dhe një herë erdhi një i varfën që kjo e trajtoi me shumë dashamirësi, me dinjitet, i tregoi pak, si më thon, udhëzime që ai kërkonte, e pas ndonjë ore iku. Të nesërmen i shfaqet Jezusi edhe i thot: "Isha unë ai shtektari që erdha dje." O Zoti, thot, unë nuk njofta, thot, po pse s'm tregove? Jo, thot, nuk tregova, thot, sepse e lash lavdinë e qiellit, thot, për pak kohë, thot, edhe deshta me shiju nga afër për vujtninë e mikpritjen tënde. Sikur të isha zbulu, kam frikë se do të ishe sjell me mua pastaj sikur jam Zoti vërtet. Por kjo e trajtohet të varfrin, të shtektarin si Zotin. Krishti pas ka thonë për po ja fshej vetes lavdinë e lumnis, vetëm ta shijoj nga afër mikpritjen edhe përvojtnin e kësaj bie teme. Prandaj thash, e citon edhe Papa, Jezusi vet nuk druhet të thotë isha shtektarën për bujtet. Dhe sa fort do të ishte sikur ta besoshim gjithë vlerën e mikpritjes, sa te lashet do t'ja kursente enda cakëve të shumtë, emigrantëve të shumtë, mikpritja e popujve që kanë mundësinë të jenë mikpritës. Për këtë duhet hiri i Zotit, duhet lutja, duhet përvojtnia, e prandaj kërkojmë edhe tani në përfundim bekimin e Zotit. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm. Ati, Biri
e Shpirtit Shenjtë. Amen.